Përshëndetje miq, sot do të flasim pak për thinjat, për një problematik që përpiqemi shumë të gjejmë një zgjidhje se si të parandalojmë daljen e thinjave, edhe kur thinjat dalin se çfarë të bëjmë me to, që mos të shkojmë deri në fund tek lyerja e tyre, edhe pse ekzistojnë edhe lloje të ndryshme të ngjyrave ose të bërave të flokëve që janë pa amoniak, janë të testuara për alergjen të ndryshëm, janë pa nikel. Megjithatë, unë dua të dalem tek thelbi, sepse jo gjithmonë duhet të mbulojmë ato simptomat ose shenjat, por duhet që ta shohim më në brendësi se pse na shfaqen thinjat. Dhe një gjë që mua personalisht më ka bërë përshtypje, në fakt edhe kur krahasoj veten time me gjeneratën time, pra me kolegët e mia ose me shoqërinë time që kemi të njëjtën moshë, të njëjtën gjeneratë, edhe shoh që un kam goxha diferencë me to, sidomos në pjesën e thinjave. Un kam flokë të palyer, I kam lyer me një bojë natyrale, më shumë ishte si tip, ku di unë si ta them, si shampo për t'i dhënë më shumë shkëlqim flokëve, diçka e tillë. Edhe pastaj më vonë provova një lloj ngjyre e cila ishte pa nikel, pa amoniak, vetëm për pjesën këtu kur filluan disa thinja, unë I kam një 7 thinja këtu sipër. Edhe kam filluar të më dalin në periudhën kur unë kam qenë më shumë e stresuar në jetën time, domethënë para një 4-5 vitesh, diçka e tillë. Por kam aq, domethënë, sa kam pasur, aq kam dhe nuk më janë shtuar, nuk kam të tjera. Por gjithsesi, ajo që dua të ndaj sot është që dua të ndaj pak këmbvështrimin nga mjekësia tradicionale kineze, sepse sipas tyre dalja e thinjave lidhet me mosfunksionimin e veshkës. Edhe në fakt veshka është një organ që ka funksion detoksi, që ka funksion filtrimi, edhe e kam thënë dhe në një video tjetër që kam bërë, që veshka dhe mëlçia funksionojnë së bashku, edhe realisht edhe stresi I madh oksidativ që ne I japim trupit tonë I ngacmon veshkat në të njëjtën kohë. Në fakt çdo lloj organi, çdo qelizë jona preket kur neve jemi të stresuar. Edhe një princip tjetër, një shkak tjetër I daljes së thinjave mendohet që është dhe mungesa e bakrit, edhe për këtë sugjerohet që të konsumohet ujë në ato gotat e bakrit që janë përdorur shumë vite më përpara. Nuk kam parë shumë në tregjet tona, me thënë drejtën, kam blerë një termos para ca kohe kur isha në Amerikë dhe ishte fiks me atë përmbajtjen e bakrit. Megjithatë, kush ka enë bakri, filloni dhe mbushni ujin në darkë dhe nesër në mëngjes se konsumoni atë gotën e ujit nga ena e bakrit, sepse ka veti shumë të mira. Unë I kam sqaruar disa në Instagram dhe në Facebook tek mësimet e djalës, por mbi të gjitha, mungesa e bakrit mund të jetë një ndër shkaktarët e daljes së thinjave. Aq më tepër, kujdes, nëse flasim për thinja të parakohshme, sepse realisht jam duke parë shumë gjeneratat e reja, goca nga 20 vjeç, 25 vjeç që kanë thinja, edhe që I lyen vazhdimisht. Nuk e di, ndoshta kjo lyerja e shpesht mund të jetë. Kjo është thjesht hamendësimi imi. Apo përdorimi I ngjyrave, ndrimit ngjyrave të ndryshme mundet edhe të shkaktoj mbase thinjat në mosha kaq të hershme, po patjetër është domethënë mund të ketë shumë faktorë, është multifaktoriale, mund të jetë edhe për shkak se në moshë shumë të vogël, fatkeqësisht gjeneratat e reja sot po përdorin shumë kimikate në lëkurën e tyre, në flokët e tyre e tjera me radhë. Një tjetër shkak mendohet që është mungesa e vitaminës B12, sepse nga që kemi informacione ndryshme në lidhje me përdorimin e dietave, unë jam ajo e para e cila kam qenë vegetariane për 3 vite, edhe sa kam qenë vegetariane, padyshim që kam qenë kundra konsumit të mishit, por isha shumë mirë për ato 3 vite sa isha vegetariane, deri në një moment I kontrolloja analizat, I merja vitaminën B12, e algat detit e tjera me radhë. Më saktë isha peskatariane, jo vegetariane, po peskatariane, pra e konsumoja vetëm peshkun. Dhe derisa filluan shqetësimet e para pas mungesës hekurit që më ra menjëherë, nuk e di pse, I bëj analizat njërë në 6 muaj dhe I kisha gjithmonë nivel, po gjithsesi arsyeja pse e thash këtë ishte vetëm për t'ju sqaruar që
Disa nga dhënat tregojnë që mungesa e vitaminës B12 ose mbajtja e dietave pa kriter, që shoqërojnë zakonisht në deficiencë të vitaminave edhe nga informimet e ndryshme, ndoshta dhe keq informimet që duhet qëndrojmë larg mishit 100%, bëjnë që të rinjt mos të konsumojnë, mos marrin vitaminën B12 siç duhet. Gjithsesi, dua të tregoj dhe të fokusohemi edhe shkaktarin tjetër dua ta përmend patjetër, është stresi oksidativ. Stresi oksidativ shkakton bën që radikalet e lira të ndikojnë negativisht në organizmin ton dhe ka disa mënyra për t'i kthyer ose deri diku për të rikthyer ngjyrën atyre thinjave të parakohshme, flas gjithmonë. Njëra nga metodat sigurisht që është ajo konsumi i ujit në enën e bakrit, kurse metoda tjetër është konsumi fareve të susamit të zi. Ndoshta keni dëgjuar dhe ndoshta përdorni në përditshmërinë tuaj susamin, por unë sot dua t'ju flas për susamin e zi. Susami i zi është përdorur shumë vite më përpara. Është një nga ushqimet bazë në mjekësinë tradicionale kineze dhe historikisht është përdorur për këtë fakt, pra për të trajtuar thinjat e parakohshme. Për të trajtuar thinjat do të thotë që jo qish kul thinjat, por i rikthen ngjyrën thinjave. Edhe kjo i dedikohet në fakt pranisë të disa mineraleve kyç që gjenden. Për shembull, faret e susamit të zi kanë dhe bakrin në sasi goxha të lartë, kanë edhe hekurin aty brenda, kanë çfarë kanë tjetër, kanë zinkun, kanë aminoacide të ndryshme, por ajo që bën diferencën ose që e veçon susamin e zi është pikërisht prania e melaninës. Edhe melanina, ju e dini, keni dëgjuar, është ai pigmenti që jep ngjyrë lëkurës, flokëve gjithashtu. Edhe një ndër format më të mira të aktivizimit të melaninës, që melanina si pigment të bëj punën e saj në mënyrën më të mirë të mundshme, është përmjet konsumit të farave të zeza të susamit. Do thoni ju, po farat e bardha të susamit, a bëjmë punë? Shiko, edhe farat e bardha të susamit janë shumë të mira, janë shumë të pasura me kalcium mbi të gjitha, kush vuan nga osteoporoza, e merr kalciumin nëpërmjet farave të susamit, është fantastik. Por nëse do të krahasonim farën e zezë të susamit dhe farën e bardhë të susamit, janë shumë të ngjashme në aspektin nutricional, kanë dhe acide yndyrore brenda, por diferenca është që fara e zezë të susamit ka melaninën. Pra prandaj është edhe e zezë fara e susamit krahasuar me fara e zezë të susamit krahasuar me farën e bardhë të susamit. Tani mënyra e përdorimit të kësaj fare është shumë e thjeshtë, ju mund ta përdorni ashtu siç është si farë, por mund ta përdorni edhe në trajtën e vajit. Sido që të jetë, është e rëndësishme që fara e susamit të konsumohet çdo ditë rregullisht dhe të konsumohet 2 deri në 3 muaj në mënyrë të rregullt, pastaj bëhet një pushim, ashtu siç është formula e superushqimeve dhe varave në përgjithësi dhe suplementeve, konsumohen deri në 3 muaj, pastaj bëhet një pauzë prej 1 muaji deri në 3 muaj sipas nevojës dhe rifillohet përsëri. Pra nuk është diçka që përdoret vazhdimisht, nuk ka efekte anësore. Edhe mund ta shoqëroni qoftë si vaj apo qoftë edhe si kokër, mund ta hidhni në supë për shembull, mund ta hidhni nëpër sallata të ndryshme, mund ta shtoni nëpër smoothie, nëse bëni smoothie për shembull me avokado, me banane, me spinaqe dhe i shtoni një lugë gjelle vaj susami apo qoftë edhe një lugë gjelle fara të susamit të zi, do të ishte një mënyrë fantastike për të përdorur çdo ditë. Gjithashtu, këto lloj farash ndikojnë edhe në rritjen e përqendrimit, se duke qenë se vetë ato kanë përmbajtje të acideve yndyrore, ju ndihmojnë shumë që ju të merrni sasinë e nevojshme të acideve yndyrore që ju duhet për fokusin, për memorien, ju duhet gjithashtu për zemrën, për sistemin e qarkullimit gjakut, e tjera me radhë. Kështu që nëse do bëni zgjedhje midis susamit zi dhe susamit bardh, nëse keni pak thinja, konsumoni susamin e zi. Nëse jo, mund të konsumoni susamin e bardh. Për gjithë ata që s'më njohin, unë jam Dojla Dosti, jam doktoreshe nutricionit, e shkencave të nutricionit dhe jam e trajnuar në Harvard Medical School. Faleminderit që më ndiqni edhe miru takofshim në video të tjera.